Ju jeni një brez I cili identifikohet edhe me TikTok-u. Po. Si e quani këtë vendimin e ndalimit të TikTok-ut? Është një sakrificë e madhe, është një kufizim, një privacion, që është? Jo, pa tjetër unë besoj, gjithashtu Bashkëmeri janë, nuk kemi në atë pozit që ta gjykojmë në të vërtet, por unë do t'jepe një mendim timin. Quni im e shanë, dhe më thënë atë që e ka marrë vendimin. Jo, pa tjetër, si një ri që jeton në Shqipëri, pa tjetër që mirë nuk më vjen, që një rjetë social do të mbyllet, a që për shumë është një rjetë social ku pjesa e adolescencës, por jo vetëm, kaloj një kohë shumë të madhe të jetës tyre. Edhe politikanë kaloj në kohë shumë. Pa tjetër, s'bëhet fjallë. Disa nga politikanët e kanë menduar që është politike, disa thënë është jo politike. Unë mendoj që kjo nuk ka lidhje me politikën, kjo ka lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur kohëve të fundit në Shqipëri. Pra ti mendon vërtet që ka shumë dhunë TikTok apo ja? Aty do dalë. Nuk do thoja që ka shumë dhunë, do thoja thjesht që duhet minimizohen personat që bëhen sign in në TikTok. Duhet të ketë politika filtra. Duhet të ketë politika të caktuara, sepse ka nga ato persona që janë anonim, futen në TikTok, shajnë, ofendojnë personat caktuar që më pas dërgojnë edhe në ngjarje fatale. Por, do dalë tek gjëja që nuk e besoj që është vendimi I duhur për të mbyllur direkt TikTok-u pa u marrë një vendim ose pa u marrë një mendim më I gjerë I qytetarëve. Kjo është vendimi im. Qartë, që mendon ti jetën gjë? TikTok është social media, është me vërtet një varësi për të gjithë, jo vetëm për ne, edhe është për të gjithë moshat, është një varësi që nuk është harxhim kohe, mendoj unë. Vendimi Ja, John Kohn TikTok apo? Sinqerisht jo, nuk është që shpenzoj shumë kohën time në TikTok, se nuk më tërheq të rjashëm si për celularit ose celulari ose diçka po është me vërtet një varësi të keqe për njeriu. Mendoj se duhet të hiqet nga nuk mendoj se do të hiqet komplet, po si ishte Clarku për pjesën e vendimit që duhet disa veta specifik duhen të kenë akses. Duhet të ketë kufizime në loginin ose në sign-inin ose më saktë duhet të ketë politike. Moshe, sepse ka dhe nga ato njerëz që janë të pa informuar rreth rrjeteve sociale, të cilët thjesht bëjnë login në një rrjet social, por nuk I dinë çfarë I pret. Nuk I dinë që aty ka njerëz anonim, të cilët nuk kanë asnjë gjë tjetër për të bërë, thjesht merren duke ofenduar njerëz, duke denigruar njerëz të caktuar. Megjithatë, ai ishin lloj vitrine për suksesin, për preferencat, për të ndjekur, për të bërë humor, pse jo, ose për të relaksuar. Po. Si një pushim, po. Unë mendoj që mbi gjitha ai është thjesht një mjet që ne mund të kalojmë kohën në të, duke parë video, duke u njohur më shumë me botën, duke u njohur patjetër dhe me tipet e njerëzve që na rrethojnë dhe që I rrethojnë. Në vendet arabe përdoret ka shumë apo përdoret goxha në vendet arabe. Moshatarët e tu arabë për shembull. Po. Nga moshët e vogla deri në moshët të mëdha ne I përdorin. Madje edhe s'po e quaj pleqëria, po moshët të mëdha e përdorin më shumë si e përdorin edhe postojnë vet, për shembull, e përdorin si më qenë një fjalë tjetër për bloger, për shembull. Që filmojnë veten, tregojnë jetën e përditshme aty. Moshat të mëdha më shumë se sa më. Kanë filluar aktualisht edhe moshat të mëdha ta përdorin TikTokun. Ti je bloger apo jo? Jo, nuk mund ta quaj që jam bloger, sepse sot në Shqipëri të gjithë po bëhen bloger dhe mendoj që termi I blogerit ka rënë pak, patjetër kush nuk do të jetë një bloger. Unë jam një person që janë aktiv në rrjetet sociale. Tregoj atë çka unë di të bëj, që është arti, televizioni,